Do ta nisim me Kosovën dhe Serbinë, ashtu si thash. Pra, prej më shumë se një viti, protestat studentore kanë mbajtur të ndezura tensionet politike në Serbi, ndërsa tani presidenti Vučić flet për zgjedhjet parakoshme, por pa dhënë fate konkrete. Si e shihni ky një paralajmërim ndoshta për një përpjekje për të qetësuar situatën, apo nga ana tjetër mund të jetë thjesht një manovër politike për të fituar edhe më shumë kohë? Është një vit e vërtetë që në Serbi kemi protesta anti-qeveritare për anti-regjimit të Vučićit nga opozita atje, por edhe nga pjesa e studentëve, protesta këto që kanë filluar ta dridhin seriozisht karrierën e presidentit Vučić në Serbi. Manovra e tij e fundit për të shpallur zgjedhjet të parakoshme pa dhënë një datë të caktuar se kur do të mund të mbahen ato, thjesht është një manovër e blerjes së kohës nga ana e Vučićit për të bërë protestat më pak të rëndësishme para syve të opinionit të brendshëm në Serbi. Po ashtu Vučić po manevron me zgjedhjet e parakoshme duke i përmendur dhe pa dhënë ndonjë datë caktuar edhe në manovrat e tij në raport me Bashkimin Evropian dhe në përgjithësi me Bashkinë Ndërkombëtare, e cila tashmë hapur ka filluar të kritikojë regjimin e tij në Serbi si asnjëherë më parë. Deri me tani ne kemi pasur një politikë të butë si nga Bashkimi Evropian, po ashtu edhe nga Washingtoni në raport me Vučićin, pasi nuk shihnim akoma një lider që në Serbi që do të mund të zëvendësonte presidentin Vučić, sidomos në raportet me Kosovën, pra në raport me dialogun Kosovë-Serbi, po dhe në raportet e tjera si që janë marrëdhëniet me Rusinë dhe me Kinën. Kështu që deri më tani Vučić është liruar nga Bashkia Ndërkombëtare për çdo veprim të tij në Serbi, ku kemi pasur veprime antidemokratike, shtypjen e mediave të lira, paksimin e lirive dhe veprimeve të tjera, qofshin atyre të partive opozitare, po edhe zërave kritik në Beograd. Zoti nga ana tjetër, analistë flasin për një barazim të rrallë mes pushtetit dhe opozitës në sondazhe, por është kjo diçka e padëgjuar pra më parë në Serbinë e drejtuar nga presidenti Vučić. Sa reale është mundësia që zgjedhjet e ardhshme të sjellin ndryshim pushteti në Beograd? Thënë drejtën, unë dëruaj një skepticizëm në këtë drejtim, pasi që jo vetëm në Serbi, por edhe në gjithë Ballkanin, partitë që janë në pushtet kanë një avantazh ndaj partive opozitare, sidomos me blerjen e votës me buxhetin apo paret e taksapaguesve. Sondazhet të cilën ju i referoni kam parë edhe unë, megjithatë Vučić ka shanset e tij më të mëdha për shkak se është në pushtet dhe blerja e votës, sidomos me të ashtu quajturat ndihma sociale, ndihma ekonomike, po ashtu me stipendit për nxënësit e shkollave të mesme, për studentët, rritja e pensioneve në prag të zgjedhjeve të tjera, e vën që Vučić të jetë në avantazh. Po ashtu në Serbi ne shohim edhe një opozitë fragmentuar, një opozitë që nuk është një blok, por është opozitë që e fragmentuar që përbëhet nga parti të ndryshme, e të cilat nuk kanë një lider që do të mund t'ju printe në betejën e tyre zgjedhore për ta mpostur Vučićin. Zoti nga ana tjetër, lëvizja studentore ka kaluar nga protesta në organizim elektoral duke ndërtuar kështu struktura politike dhe programe konkrete. A janë studentët realisht të përgatitur për një garë reale zgjedhore, apo rrezikojnë ndoshta të konsumohen edhe përballë makinerisë së pushtetit? Unë shoh atje se vetmja forcë opozitare serioze janë studentët, por jo në atë stadin sa do të mund të mpostin Vučićin dhe makinerinë e tij shtetërore, të cilën e ka ndërtuar tash thuajse gati mbi 15 vite. E kështu që
vetmja forcë që mund të sfidoj seriozisht Vučićin janë studentët, mirë po pjesa tjetër e opozitës janë të fragmentuar dhe jo të unisuar. Dhe kjo përballë Vučićit atë bën që të jetë favorit edhe në zgjedhjet e ardhshme. Nuk duhet të anashkalluar edhe një element që Vučićin sterisht e favorizon, është pjesa e fshatarësisë, ku Vučić dhe qeveria e tij investojnë shumë në bujqësi, e kështu që votat më të mëdha, ndoshta me një përqindje që ati mund t'i bëjnë një balans në raport me votat që vinë nga pjesa urbane, kështu që e shoh një betejë bukur të barabartë dhe në fund sërish kemi partinë e presidentit Vučić që do dalë e para dhe me mundësi të mëdha që të vazhdojë qeverisjen në Serbi. E qartë, se zëri nga ana tjetër, qeveria serbe përballet njëkohësisht me presionet të brendshme dhe ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe rrezikun e sanksioneve amerikane prandaj sektorit energjetik. Sa ndikojnë këto presione në vendimin e presidentit serb Aleksandar Vučić për të vonuar zgjedhjet? Ndikojnë bukur shumë, pasi që është një strategji e mirë menduar e presidentit serb që nuk ka caktuar afat apo datë se kur do të bëhen zgjedhjet e parakohshme parlamentare atje, dhe siç e thamë edhe më parë, është një manovër për blerë kohë dhe për parë nëse Vučić gjatë kësaj periudhe do të mund të manevroj në drejtim të raporteve me Bashkimin Evropian, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ju pyetët për sankcionet që mund të kenë eventuale nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në sektorin e nisit, pra një kompanisë shtetërore të naftës në Serbi, ku aksionet e mëdha i ka pasur Rusia, dhe ky do të jetë ndoshta një adut i fortë nëse Vučić arrin që të bëjë një marrëveshje, të arrin një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket sektorit të naftës, por ashtu në drejtim të Bashkimit Evropian për ta zhbllokuar agjendën e vet për integrimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, hapjen e kapitujve të ri, do të ishin karta shumë favorizuese për Vučićin në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Andaj këto kanë qenë arsyet pse Vučić paralajmëron zgjedhjet e parakohshme, por nuk cakton akoma datë. Ai do të caktoj datën atëherë kur do të sheh suksese në këto dy drejtime të cilat i përmendëm më parë. Marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në raport me industrinë e naftës, si dhe me Bashkimin Evropian me mundësinë e hapjes së ndonjë kapitulli për antarësinë drejt këtij bloku. E qartë, zëri nga ana tjetër, Vučić ka theksuar se pushteti ka burime dhe provojë për të përballur të gjithë krizën politike aktuale në Serbi. Mendoni se kjo është një shenjë ndoshta frike nga humbja e kontrollit politik? Zakonisht deklaratat e Vučićit të këtij tipi, pra se Serbia është e fuqishme, përballon çdo gjë, më shumë bëhen për konsum të brendshëm politikës sa është gjendje reale atje, pasi që Serbia edhe atje kanë filluar partnersitë ekonomike, siç janë mos rritja e pagave, shtrejtimet e çmimeve e të tjera. Pra është vetëm një deklaratë e tij për konsum të brendshëm politik, por nuk paraqet gjendjen reale në Serbi. E qartë, zëri nga ana tjetër, për të kaluar tek Kosova më tepër, deklaratat e ekspertit serb Dušan Janjić sugjerojnë se SBA-ja tashmë po përgatit një dokument zyrtar për njëjtje reciproke pra Kosovë-Serbi. Sa serioze dhe reale janë këto sinjale që vijnë tashmë nga Washingtoni? Është folur edhe në qarqet mediatike, politike dhe këto në Prishtinë për mundësinë e një dokumenti të tillë, megjithatë akoma nuk ka pasur ndonjë hap serioz ose diçka serioze në këtë drejtim, duke pasur parasysh angazhimet e tjera
të administratës së presidentit Trump, siç është Irlanda, po ashtu edhe çështja e Gazës. Megjithatë, nuk pres që do të kemi ndonjë veprim të shpejtë të Shtetit Bashkuara të Amerikës me një dokument të tillë ku i kërkohet Kosovës dhe Serbisë një marrëveshje me njohje reciproke të njëra tjetrës. Ne kemi një dialog që thuajse gjendet në një situatë kome, që lhiqet nga Bashkimi Evropian, ku ka disa takime të krye negociatorëve, mirë po janë takime me tema ndoshta nuk them se nuk janë të rëndësishme, mirë po janë tema që vetëm po e zvarrisin akoma këtë proces pa prodhuar atë që në fillim është deklaruar se ky proces do të prodhojë marrëveshjen finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, marrëveshje kjo që duhet të jetë me njohje reciproke ndërmjet dy vendeve. Kështu që mbetet ndoshta në atë fazën e spekulimeve se do të ketë një dokument, Unë nuk pres që do të kemi një iniciativë të shpejtë nga administrata e presidentit Trump, duke marrë parasysh edhe angazhimet e fundit dhe prekupimit e fundit të administratës amerikane, që prekupimet këto që janë larg rajonit tonë Ballkanit dhe jo gjithaq afër çështjes Kosovës dhe Serbisë. Zoja Zeri, ndryshe nga non-paperat e mëparshëm, thuhet se kjo marrëveshje do të jetë një draft formal pra në nivele më të larta politike, por çfarë ndryshon realisht për Serbinë fakti që dokumenti nuk është më jo zyrtar? Dokumentin nuk ndryshon asgjë. Është çështja se sa do të mirën, sa do ta kenë seriozisht dhe do të jenë këmbgulës qoftë Washingtoni, qoftë Brukseli, për t'i ulur palët në tavolinë dhe për t'ju thënë çka është mjaft është më, urdhroni dhe merruni vesh. Derisa ne nuk kemi një presion të fortë, qoftë në Prishtinë, qoftë në Beograd, atëherë procesi i marrëveshjes apo i bisedimeve Kosovë-Serbi që ka filluar si nga stadi i normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve për të shkuar drejt njohjes reciproke, do të mund të vazhdojë ndoshta edhe për një kohë që jo të shkurtër, që pres gjikon shtatori i këtij vitit mund të kulmojë me diçka serioze në këtë drejtim. Derisa Bashkimi Evropian ka preokupim luftën në Ukrainë dhe përballjen me Rusinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë preokupime të tjera, siç i prezanton çdo ditë presidenti Trump. Mendoj se çështja e Kosovës dhe Serbisë do të prolongohet edhe për disa muaj, do të ishte prekshme për tonë edhe për vite. Zoja Zeri, nga ana tjetër, ashtu si folëm pra ku në Beograd flitet tashmë për frikë dhe tension, veçanërisht në një periudhë të ndjeshme parazgjidhore, si mund të ndikojë i gjithë ky presion amerikan në sjelljen politike të presidentit serb Aleksandar Vučić? Megjithatë, presioni amerikan në drejtim të Serbisë do të ketë ndikimin e vet patjetër. Vet presioni amerikan ka bërë që presidenti serb të filloj të flasë për zgjedhjet të parakohshme parlamentare dhe ky është një sinjal se ai tashmë vetëm ka rënë përballë presionit amerikan dhe natyrisht që mund të ketë një presion edhe të vazhdueshëm edhe në ditët në vazhdim, pasi po i skadon edhe apati i dhënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që për shqyrtimin e privatizimit të kompanisë së nafteve në Serbia, dhe janë edhe presionet tjera, siç është edhe dialogu strategjik që mund të i pezulluar në raport me Serbinë. Pra të gjitha këto janë presione politike për ta disiplinuar presidentin serb Vučić në Serbi, sidomos me demokracinë atje ku kemi një
qeveri autoritare, njëri që të dërë mbi gjithë, po ashtu edhe presionet që vinë nga Bashkimi Evropian, sidomos me bllokimin e hapjes së kapitujve, ku dihet që Serbia është i vetmi vend antar kandidat për të antarësuar në Bashkimin Evropian që nuk i ka vënë sankcione Rusisë. Të gjitha këto përbëjnë presione që më në fund presidenti Vučić duhet të vendosë nëse dëshiron që Serbinë të çojë drejt integrimit evropian dhe marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo rruga e tij e dytë që do të jetë forcimi i marrëdhënieve me Rusinë dhe drejtimi ka Kina. Nuk do të ketë dy karrike për Serbinë, edhe me perëndimin, edhe me Rusinë e Kinën. Pra, zoti Aziri, mendon se kjo marrëveshje e mundshme me Kosovën dhe mund të sjellë edhe një shkëputje strategjike të Serbisë nga i gjithë ndikimi rus? Nuk mendoj se jep një shans për paqëtim të rajonit ton, për hap një perspektivë për të dyja vendet drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe integrimeve të tjera të Kosovës në NATO. Megjithatë, nuk pres që kjo marrëveshje mund të shpusë përfundimisht raportet e Serbisë me Rusinë, pasi janë raporte që bazohen në lidhje historike dhe fetare mes dy shteteve. Megjithatë, mund të zbejë që tani pas kësaj marrëveshje të mos mund të ketë Rusia fjalën kryesore në Serbi, sidomos atë në proceset integruese të këtij shteti drejt Bashkimit Evropian. Ne kemi dëgjuar edhe deklarata, kemi përcjellur edhe situatën politike atje, sa herë që Serbia ka dashur të bëjë ndonjë hap serioz drejt integrimit evropian apo drejt raporteve më të mira me perëndimin, ka qenë Rusia ajo që ka intervenuar dhe ka dobësuar apo i ka zbehur këto raporte. Kështu që pres një zbehje, por jo edhe shkputje përfundimtare të këtyre raporteve Serbi-Rusi. E qartë, zoti Aziri, nga ana tjetër, njohja reciproke e Kosovës mbetet sigurisht pra një vije kushte për një pjesë të madhe të politikës serbe. Mendoni se Vučić ka hapësirë politike tashmë për të pranuar një marrëveshje të tillë, por sigurisht kjo pa rrezikuar pushtetin e tij? Them drejtën, kur ketë parasysh çështja e Kosovës, ka një konsenzus të përgjithshëm në Beograd sa i përket mos pranimit të pavarësisë Kosovës dhe njohjes së shtetit të Kosovës në gjithë skenën politike atje. Megjithatë, unë shoh, duke u bazuar edhe në atë çfarë thotë perëndimi, që e sheh presidentin Vučić si një aktor kyç në gjithë procesin e dialogut dhe marrëveshjes finale me Kosovën, që i vetmi lider që mund të bëjë një gjë të tillë është presidenti Vučić. Nuk ka ndonjë president, ndonjë lider tjetër, aktor në skenën politike në Serbi të ketë aq fuqi të madhe dhe mund të vendosë për një çështje aq të madhe, aq të ndjeshme siç është për ta Kosova. Pra, nëse do të kemi një marrëveshje finale me njohjen reciproke, atëherë do të mund ta bëjë vetëm presidenti Vučić për shkak të fuqisë së tij akoma të madhe në politikën, në skenën politike të Serbisë. E qartë, mirë, zoti Aziri. Ne nuk shohim ndonjë lider tjetër të fuqishëm që do të mund t'i vinte kapak kësaj çështje, por besim edhe Brukseli, edhe Washingtoni Vučićin e shohin si një nga akterin kryesor në këtë proces. E qartë, mirë, zoti Aziri, për ta mbyllur, koha e përmendur nga eksperti Janjić, mars ose prill, përkon këtu me kulmin e krizës politike pra të ndodhur në Serbi. Mendoni se po e përdor SBA-ja këtë moment dobësie për të shtyrë ndoshta edhe zgjedhjen reale përfundimtare me Kosovën? Mars-prill është vërtet një
një periudhë shumë e shkurtër, duke marrë parasysh edhe shtatën politike në Serbi, por edhe shtatën politike dhe këtu tek ne në Prishtinë, ku akoma ne kemi mbetur në procesin e rinumërimit të votave nga zgjedhjet e 28 dhjetorit vitit të kaluar dhe si duket akoma nuk po i vëm epilog këtij procesi që duhet të prodhojë institucionet e reja legjitime, siç është Kuvendi dhe qeveria e re e Kosovës. Po ashtu me 5 mars Kosova duhet të gëllojë me një president apo presidente të re, e që nëse vazhdon vonesa e procesit të certifikimit të zgjedhjeve, atëherë Kosova rrezikon të shkojmë sërish në zgjedhje të parakohshme. Dhe marr parasysh gjitha këto, qoftë shtatën politike në Serbi, qoftë shtatën politike në Kosovë, ku akoma nuk kemi institucione të reja legjitime, atëherë periudha mars-prill është një periudhë shumë e shpejtë që nuk mund pritet diçka konkrete në këtë drejtim, siç ka paralajmëruar edhe analisti i Milionit Serb Janić.